Përshëndetje. Një mbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të ditës së martë, 15 prill 2025, në Fejkof, si gjithmonë, me Gonin dhe Gjefri. U thye prilli. Informacion, se? Po 15 tash. U thye prilli, se qa lidhje ka tani prilli thyer këtu Ismail Kadares. E po si, mua jo burë, gjysma. Tani unë nisëm për tjetër gjë. Më falë. Fol, pa dorat. Dhe gjithmonë për një informacion, për të ndarë një diçka ndryshe, natyrisht, brenda humorit, satirës, dhe do të merremi pa dyshim me fushatën elektorale. Po këtë punë do kesh me këta Goni, fol me ato janë me rëndësi. Qa ka me rëndësi? Po uap tjetër grup kapitu, Goni. Qa thua? Kur ndodhe kjo? Po mbrem, unisa ju. Mondi, edhe ti nuk më ke njoftuar? Uapën grup kapitu të tjerë? Luksemburg, mërë. Qa thua? Qarë nuk u bevre. Seriozisht e ke? Ore, Kenga, është gati për të grupin tjetër? Se di, unë s'kam ditur gjë, të betoj. Ti s'ke ditur gjë? Po s'kam ditur gjë. Po ti dhe shkruan, Po shkruaj, po... mos ja u lërë tëra tekset atyre të bëjnë Keng për hapjen e kapitujve. Hapi dhe njerë vetë, të vargje, do me thënë, për të kënduar. Kur qelën kapitu tjera, një e shkruajtur në deftera, moj Evropë e vjetër, ku do gjersi në burë tjetër. Bravo, ja. Shumë bukur. Të nderova? Më nderove, tash i bëj gati. Ishte kënaqësi të dashur kapituj që unë këndova për ju. Ta këndoni këngën. Këngën e re që u këndua në Fejkof. Mondi, kjo këngët... Të pushtoj media, Të pushtoj media. Ashtu. Në trego tani, qa ishte? Si qarë? Në trego, ke pamje filmike gjë... Tregoja, mor, Po, ti, pra, mor. që të entuziasmu. Kemi qelu një tjetër grup kapitush, që siç e dëgjuat dhe siç u thanë dhe u arrokanisën kokën në kuadrin e bombardimit me gënjeshtrat e tyre, nuk do hapej më, sepse ishte mbyllur dera për Shqipërinë, sepse mua s'më kishin dhënë as dark. S'më kishin dhënë as dark se isha sjell keq. Edhe sepse po pristin tani bufin e gënetës. O zot, që bëhet kështu. Po prisin bufin e gënetës të gjithë, bashkë me Qirje Dulen. Se shkoj bufi me Qirje Dulen në Parlamentin Europian, që u hapi derën Qirje Beleri, edhe u përmbys bota. Të tërë u ngritën në këmbë. O, Perëndi. Pse, Qirje Dule dhe Qirje Beleri ishin atje. Po ta ishin pengesa. Po ti Gjefri, je Qirje kur takon Beleri? Zbres poshtë, bërë e pirë, po ta është këtej lartë jo. Ja, te zotri. Zotri. E kuptoj. Po arritje madhe ishte kjo, a? Qarë fletë, më? Fantastike ishte. Se tha Tere Berisha, jo po e nëzorën nga darka, nuk i dhanë dark, që kishtë dalë për lokale, kështu se del pa bukë. Po, pëse më thonë moj që hëngrën kosë për dark këta? Më ignorancë, më bim... Kishin dalë fotografi, qa ka për? Po kosër kishin ngrënë më thonë. Martën me kosë, jo kosë këshu, shjeto. Si Martën me kosë? Marta Kosë. Po shve sa bukur fogja jo. Se ka emër Marta Kosa? Marta Kosë... Seriozisht e kjo? Po qare di, Marta Turni? A mondi, po ti qesh me mua? Burdo. Të është dajnë mirë edhe për qytetarët e Shqipërisë si qytetarë të ardhshëm të BE-s. Është rezultat i vendosmërisë autoriteteve në Shqipëri për të realizuar reformat përgjatë shumë viteve. Dhe është po kështu edhe arritja e shumë në punësve civil që punojnë çdo ditë për procesin e zgjerimit. Mo qarë do tjetë. A unë e mora për kosë kështu? Po jo, mora agronë, mos u bëj naiv, mora agronë. Që kosin e kanë ndryshë kanë në Europë, nuk e kanë si kosi janë. Po tani neve, do më tani jemi shumë afër tani ju qelëm këtë kapitu, jemi trogitë të më futëm aty. Po se që kështë të në që kjo gruaja që kemi këtu në salë, ku di unë se që kështë të në përmardhënje me... Të për lumëturin e ka ogoni. Për lumëturin? Qa lumëturin? Po që kishtë të në përmardhënje me grua, do të kesh ta kesh mirë me gruan,
Se që lidhje ka... Po jo, se këtë gjuar mirë. Po si... Tregoja Amondi, o me qapsh Amondi të me. Mos u bëj kështu për të aty. Duhet të sigurohemi që gruaja në këtë sallë jetë gjithmonë e lumtur me ne. Në të kundërt nuk ka president, nuk ka mbret, nuk ka perandor që të mund të na shpëtoj pa marrë një shpull fytyrës. Ne po presim me përgjërim që të bëhemi pjesë e kësaj perandorie, sepse kemi qenë gjithmonë pjesë e perandorive dhe kjo është e para perandori ku duam të jemi dhe ne jemi shumë besnik ndaj perandorive. Ndjenja jonë e besnikërisë nuk mund të përmbushet pa qenë me një perandori. Kështu që inshallah. Qartë do të them tjetër? Jo mora vesh, po ne jemi besnik perandori, se ne kemi qenë me Turkun si vëllezër. Besnik deri në fund, ne është shpallëm të fundit pavarësinë, ose më saktë, Turku në Alaneta është shpallëm në fund fare pavarësinë, ta shpallëm dhe ju. Po ne prapa besnik, tani dhe me Evropa, po është kri Evropa në prapë të fundit. Ura vashti, qa ke fletë kështu? Po është kri, më do vinë këtu të tërë. Do vinë këtu ata, më fjallë, kos në këtu. Qërë nuk do vi, të kesh goj të provosh. Do më thënë, lunë kushtëronjë, në 2030, no? Si jo 2030? 2030, no, re? Dë gjojë me patriotin tim, më është... Qa dhe? 27-ën, më... Ama, ja! Po pse e tha ka gjvonë? Kush e thotë? Qako? Po Qako a Fredi? O mëndi, o më nërë se... Jako është me numër 2, ku përfshihet dhe Anglia. Pas ka me numër dhe zgjedhje. Pra, dhe në vitin 2030, unë mendoj që ne do të hymë në Bashkimin Evropian. Por unë mendoj që mund të hymë dhe më shpejt në Bashkimin Evropian, mund të hymë dhe në vitin 2027, sepse dhe në vitin 2027, mendoj që do të ketë një luftë Evropë-Rusi e dirigjuar nga këta mjeshtrat e mëdhenj. Qarë thua ti? Na dhjo me luftën... Se me luft do futemi ne? O Fred, qine... Bate tregove ti që filloj prodhimi këtu dhe... Po qa të bëja unë? Mos të thosha nga entusiasmi. Mos të thosha. Dhe dhe futim në Europën e pas lutë, so. Po kush të shpëtoj o konim pasu? O Fredi, po shtyët pak të në bërdi, shty luftën pak të në pa mirë. Futim në 2027 ne po plasi luftën për para. Në 29, do të bënde zgjedhjet e 29. Mondi, po informacionet e ati... Sarova unë. E more veshti që kemi zbuluar Nesti Angonin kush është? E më isha anonima ju e zbulohet. Unë të me zbuluam kush është originali. Ku ka original, më? Nesti Angoni i vërtet, është zbuluar në fake-off. E kush është? Të kujtot atëre Berisha që falenderoj? Do të jepen qik Berishën o Mondi, jepen qik? I dashur Adnan, ndihem i emocionuar, por edhe pafundësisht mirënjohës. Ndaj dhe e falëroj me shumë mirënjohje Adnanin për kolonën e librave, të cilat janë monumentet më madhështore, më të bukura që i ke ngritur mikut tënd. Adnani, e pektu tani Adnani ti? Mendove se marrë e kaq? Jo, marrë. Mondi të lutem... Po le librin ti, po shikoj tani Rama, po prap me Adnandin. Jepe qik. Adnan, unë zgjojnë për para te dhe flem bas te se këshumë ato kultyra para. Dyta, unë pikërisht se merem me ha dhe popullit kam marrë edhe mbështetjen e popullit në mënyrë të vazhdueshme. Dhe popullit di këtë. Sa pa filluar kjo fazë e fundit, nuk jam marrë as me bufin, as me knetën, as me askënd, as i kam përmend fare, as kanë qenë fare në agendën time hiç. Por do merrem tani me këta hiç, se kemi zgjedhur apo si thuhet, e para punës. E dyta për 77-ën, ti e ke fjallën për Lulin, apo jo. Po edhe me Lulin do merren, se Lulin e kam zemër, e di dhe këtë ti, po. More vesh tani. Kush është? Mbajmë gjarë prin në gji. Ne kemi kaq kohë dhe se kemi... Rrjedhje, ti më thua mua rrjedhje informacion. Mirë se merrem me gjëra të mëdha, po ti as me këto... Po tani më fal, po se kam pas... E i thoj tash, të premte thoj mos të shikoj. Po thoj ati, unë kam më shu se unë paradite kam në një kurs që kam qelur këto kohë, këto 2 muaj, e kam, do të deklaroj të ardhurat. Adnan, Adnan, hajde këtu pim në një kafe të... Nesti. Nesti si tash.
Nesti Angoni. Njeri me 7 emra, me 7 fytyra. Adnan, ty të falenderoj Berisha, të falenderoj edhe Rama, por ti përfundimisht nuk je më pjesë e Fejkofit. Qartë, Mondi, të jepet urdhër poshtë të recepcioni rojet, mos ta lejojnë të vijë as 50 metra afër. As në shkallë, bravo. Andej, ata në rrugës. Qartë? Tha, mira, i që hapë një sy se keni spion, po, unë i shketi që flevi dafina. Ajtë të vinë të mendja në Adnani, ashtë jesur. Ky Klodi, diçka më ka thënë për Mondin. Kun ka Klodi më më? Ata bashkan atje, edhe diçka ka përshpëritur Mondi në përdhem. Mund tjetë Mondi spion, thua ti. Ty të zbuloj hollaj, po... Mondi, bëj publicitet, jo se këshim për ty, këshim për një Mond tjetër. Vazhdo. The ato ti, qa the? Thash më dhe të them prapë ty. Qa të më thuash? Që për rini në vend, vetëm ju s'pondjeni të lullit, politrish. Kush, tha more. Vetëm ju më. Kush more? Kush more? Pa i këshim. O 7-313 O Gjefro Home O ti e di se flemne Qarë po benim? E pete luli atje se si e tundi Ne ylli Ne ylli që e tundi luli Jo Bravo Ej, Gjefri E shko sekretet dhe të vërtetat që dalin Që manipulojnë me këto Sondazhe Dale Se sa dalë unë, do të shofësh me 11 maj. Sondajet i ka blerë trekënd që i Bermudës që dekurajoj qytetarët. Kaq, i vetmi që po lufton Ramën jam unë. Të tjerët janë pazar me të. Më në vesh. Bravo. Të tjerët janë pazar. Pazar. S'ka bërë Berisha pazar me Ramën, thua ti. Me garanci absolute. Edhe në kurizin tim, se di janë, po ta marrë dhe shumë. Ti nuk e di që kanë të pazarë da? Po e di unë, tregohet. Po këtë, që i blejnë sondajet ata? Sondajet i blejnë? Jo, ka ko që, se s'më nëzorën mua atërë. Për të friksuar votuesit. Të friksojnë votuesit. Po pse, po pas sondajet? Po edhe ty ta kam thënë, në datën 11 maj, të gjomi bashkë. Do shikosh ti se tani kamë të turpa të që bëri udhejsi juaj nëzori gjithë për të kërcyrë rapa rupa dapa u a tha Luli, u a qori maskën Luli po ju tha do bëjt ndryshe nga të tjerë ja, ajde Luli, ngopë Gjysma kabinetit e Diramës është në Burg gjithë shokët janë Burg kishtë të vënë shoqet të kërcejnë Talava përse ju tundej silikoni ju tundeshin robat e shtrenta, më tha njëra rripi i njërës për ministrave 1.600 euro, kemi parë nga përgjimet në SPAK, që blenë bathje që kushtojnë më shumë se pensionin një ish ushtaraku. Pra, shokët i ka në Burg, shoqet i ka të veshura me roba, që robat e një shoqe që tundet që kërcen atje Talava, bëjnë sa roga vjetore, mesatare, e 2 familjarëve shqiptar. Qa thua? Për kë ka fjallën? Si për kë? Për kë ka fjallën që kështu, se tundet silikoni, mbathje të shtrejnta nga këto? Për kë që tha, një nga ato që kushton nga që... Qa thua Mondi? Po s'janë të beratit ato, Luli. E ka patu për Belinda Ballukun. Belinda? Se ka thënë me emër. Shne? Po ti po e burë thua me emër, Lul, pse vjen rotullë? Partia jonë me fora, o deti kështim pampora, ne ta ngopim bab. Qa e... O, bësi ka pedani Luli, merë dhe me gratë. A, Luli gabim tu. Pasaj nuk kanë të beratit ose të poshtë, ato. Po punë e tyre se me silikon pa silikon, punë e tyre. Pse me reshme dhe ja bëri dhe kështu? Qa du me thënë, kjo kështu? Që idhen ato. Cilet? Po cica do... E vama është jo bëri dhe të në... E pse do të thua është të cicat mos të është... E pse nga trojnë në njërë... Se silikon ka dhe të ndenjurat. Me një buton është nga shu. Pasaj e këshim provokuar për këtë... Mondi, është e treta herë që mbushet Kanaqja, që venë për këtë La Felicitan. La Civitën. La Civita. La Civita. E më mira vashti... A do më lidhini këto da. E një këto edhe të paguet a i se do flasim nesër për muhabetin me atë, edhe
Ishte në zeur Luli aty dhe ka drejt, se e njeh të vërtet, di të vërtetën se qa është la felicitaja. E di kjo? Si se di, po ti e di Luli s'ka lidhje me Amerikën, no? E të shpje bardh, kush ka qenë të shpje bardh, përveç Lulit? Si përveç Lulit? Për Luli që foli, do heqim me vizat me këta. Ti vjen nga 5 milion turist në ditë, vetëm Lulit. Po jenë rinë nga gardi këta, se si qasë njeri brenda, po s'ka ndërgojnë foto ty. Te gardit ishe Luli, ja? Gardi janë të të... Po Luli, te gardit ishe? Po, tash. Unë kam hapur që ka qenë brenda shpinë e bardhë. Po mira ju amnin se mos e marrin vesh. Mirë, ky popull e ha. Nga përpara. Ja dëgjoj tash këta. Por e që bëmë, do më dhe në qatë drasat me lasivitan. Gjithë kjo punë lasivita, Amerika, që po bën kjo tani? Ky po përpiqet t'i thot atyre që i kanë betur, që unë kërkoj dhe dua vullat Amerikës. Do me thënë, edhe për Sali Berisha s'pas ka gjë më të rëndësishme, se sa tjeti pranushme për Amerikanët. Po këna qatë drasën 3 vite gjysëm, kur unë përpoqa të bëjmë... Ju vulla kërkoni... Aliatët Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qa është jo nga qatë rasat? O bythën, o qarë... Po është të ma odhe në bythën në gryp. Po mirë dhe... Po është ashtu që i e buridot. Po asë këtë në trënde o njeri... Po se dio nga qave të rasat. Po jo, drasat. Si u nga qave të rasat? Pse thuet nga qave të rasat, prandaj përdore ta. O mondi nga qave të rasat. Se merë për keq. Jo, faleminderit do të... E pra? Po nuk i ke drasat do për shpinë. Po e pe revoltin apo jo? Qa revoltin? Se 3 vjetë gjysë luftova unë nga qatë drasat. Pra se Berisha gjithë luftën e bën që të marri okej nga Amerika, i plasi Berishës se unë zgjedhjet dhe Shqipëria. Ej, do thjesht ti që ton grata dhe... Edhe le pushte. Po s'ka ma e ka, disko janë ma betet të... Bravo Mondi, bravo. Na ilumino. Tani, se po më thoshte Mondi aty. Po agron se jeni hyrë mirë me këtë fushatën, si Partia Euro-Atlantikët e Lirë Demokratë. Në qofë se nuk fitoni, më thotë, mua qa do bëni? Më thotë mua. Po ku njofim humbje ne, ma? Provokon të jo? Po në direkt aty, nesër lufta vazhdon, beteja vazhdon. E kemi. Jo më që foli vetë, ka thënë një gjithë të bukur shumë, që më kalën, them ta dëgjosh ti, ta interpretojmë ndryshe se ti e doktor profesori këtyre gjërave, ka thënë një fjalim me një konotacion. Ja, postulat, jo, me nën tekst. Unë betani ti dhe nuk fiton deputet, qa do besh me që pun do merresh të? Ore, mos më qani halin mua. Mos më qani halin mua. Lufta vazhdon. Do kisha vendosur një betej për veten time, do kisha bërë 10 gjëra që më janë ofruar në moment që flasim. Jashtë Shqipërisë, s'keni merak, se nuk i zë vendin askujt. Jashtë Shqipërisë. Unë këtë betej se kam për veten time. Po kush se lati i këta? O mama, po luftojmë kotë. Kush e pengovi këta? Si kush e pengovi? Interesat e popullit të atë dheu të Gjefri. I vuri ato. O militant socialist. Po pra të bërë të se pari për qa për interesin e veto. I plasi po për vetën e vetë kush nuk e kërkojnë. I kua i ryke nga Kryeministri Hollandës. Gati. E marim. Jo më në Bashkimin Europiane, në Komisionin Europian. Po jo më do të ashtu. Po do të për Shqipërinë në burdi dhe për Shqipërinë nëse ju po manipuloni çdo gjë. Jo normal. Me dy pole zbe duhet edhe shteti. Them duhen 3. Ku 3? Po jo vetëm. O ka pole në Shqipëri o Gjefri o s'ka shtet në botë. Është mbushur plot me pole. Ka sa të 10 si që thua ti. Pandaj ca shtyen, ca të riqen. O, e të bëjë si zile, si këmbor. Ding dong, ding dong. Ka plus me minus. Qa? Bravo. Shqyqyr që janë ashtu se do kërcisin si kokravez do thyeshin. Po më bërë një gjë për shtypje, Gjefri. Pas Lulit shkoj Mona, tek Ylli Rakipi. Që su bërë në bashkë, i ndau në 2 pjesë emisionin. Po shiko veprimin e Monës, sepse dua ta interpretoj, të lutem. Pasojnë dhe Ullis të një ti se ka që armiqin i bersa disinfektot dhe vendin e Lullit. Po pa tjetër, pëse që kujtove të? Jo vetë pa ti po të gjithë. Që ti bëjonë që është live të një, që këtë që bënë. Ka një orë po disinfektot. Disinfektoj dhe mikrofonin e të gjitha. Ore që janë këta të nga Lulli, mo? Ore me Lulli nuk i një qenë me ndërë byte brek bashkë me Monika. Jo, unë jo. Ka qenë Sali Berisha, Ilir Meta, Edmama edhe ti. Hajde tani. Unë jam e djetë me. Qa do me thënë byte brek, Gjefri? Se këtë dua si interpretimun, bythe brek, qa do me thënë? Ja me, a ke veshur sot brek? Që shkjo pyte ignorante tani edhe ti? Po ju mos... Po që shkjo pyte brek? Po pa tjetër me brek jam. Ashtu, se mu një qitë brek, ti e i do të jeqish me gjithë byth. Ka që më shtë janë.
Me gjithë mbyllë, pëse do t'jesh? E po i që vetë, i që... Por vla, po pëse do t'jesh me gjithë mbyllë? Të kuptosh afrimitetin. Ka që ngusht. Që i rinë gjitur. Do më të tani, kanë qenë këta. Po kush ka qenë mbyllë e kush ka qenë breket nga këta? Të ndajet ajo basë. Nuk ndajet, e? Kur themi breket, nuk kuptojnë mbyllë, kuptojnë mbyllë, nuk kuptojnë breket. Kështu kanë qenë, e? Ti me mondin, jeni mbyllë e brek? Unë, ku ta req nga puna, këj më thotë mua. Qa thua tjere? Ju të dy jeni mbyllë e brek, thotë. Po? Ku ti thua mbyllë e brek? Thotë për një dy bytha e brek. Edhe e keqja thotë, ti e breket, më thotë, mua bytha e ti. Ore, jenë të rezitja, po jo. Më thënë, ti kur vjen puna për pjerë mua, publicitet, mondi, bërë se ta tregoj unë. E kështu bashkë me fushatën, fillon edhe pazari. Tharë që the bashkë me fëmijë dhe atë këngën që kënduan. Bashkë me fushatën edhe unë i gëzua, fesin me mjellë e pres, ashtu si unë, dhe gjithë votusit, presin gjithë të navin, derë më derë. Kjo dojtë motoja, bravo. Ja mora votën këti, kujtë, mondit. Shetkë. Mondit, Klodit, Linditës, u ableva... Nuk të rëmë. Ashtë do jemi kështu kuptanave, a i premeva. Lindita për shumë që dhe Klodi që janë me bëdën të thekur, dhe votojnë për Lullin, për mua. Më thanë mua, Agronllaka, se i thash, më thoni, po keni qmim, jo, tha në asnjë mënyrë, ne të detyrojemi. Dhe votën dhe... Vetë Mondi më tha që, po e në me një 5 vjeqe, Mondi, shkoj, thash, arram ta kesh, Mondi. Thash, sa herë kam bushur mundin e Gjefrit, mos pushosh nga puna, tim kërkon 50.000 lek për votën, po në fundit, hajde, mo në djaltëve një 5 vjeqe. Se ke pa reklamën që ka berë? Jo. Merë leket, e kur vete për ti quar, ti japë votën, kalon e spaku, trembet, këthet, ten leket. Jo, se kam parë. Se ke parë Mondin? Jo, se kam parë. Pse Mondi e bën atë? Kërë, shumë e bukur është. Po në fakt, ka filluar këj pazari votave. Mirë, me tash. Ti vetë. Unë votoj në Amerika, goni. Po do votosh edhe këtu. Po ka marrë përndim këtu, për jo. Dakord, o felicita. Dakord, po ti do votosh. Do kërkosh në një lek gjukundi për votën që do japësho. Po varet sa... Sa japin. Sa ke vënë qmime që do vëdhe unë një qmime se po më kërkojnë votën. Se më këtyre treba unë ara pa lek. Po vetën ti me dani unë kushtoj të sa. Sa më ke marrë dhe tash në Vilar dhe për? Valla një 300 që të thatë. Bravo, sili dhe. E di pëse da thash këtë? E më pëse më atëm. Se ti vesh të tjereve edhe ignorant nuk optan. Falem dhe. Ska gjë. A këna trombitja. Ka filluar shqitblerja. E vot, nuk e dëgjove udhëheqi që tha në Lushnjë janë kapur ca që kanë shpërnda para. Mos shpërndani para ata se do venin në burg. Tani i dërgova sonin, i thash, pyeti njerëzit. Janë gati? Jo, qarë qmimi kanë. Bashkë me fushatën ka filluar dhe shpërndarja e parave. Edhe thesit mjellit. Te kjo ka ardhur në i... Leka po në i... Sa e keni qmimin? Nuk mere me këtë punë, asë sumim punë fare, 50.000 lek ose 100.000 lek sumim punë fare. Sumim punë fare? Ja. Ku e keni shpin juve? Unë kam Shkos. Shkos? Pa. A ne ke pa thesa mjellit që rrullin? Denë që s'kam pa gjo. S'ke pa gjo? Se unë jam shpi punë. Mos më interesën as mjelli, as legët, as të gjë për gjojë. Mu më interesoj që kemi një shtetë që të udhëheqin si kur duhet për të udhëheq. Kuptove? Sepse mjelli e këta nuk të majnë. E vërtetës, majnë dy të. Nuk majtë shpia me u ha. Kuptove? Që unë jam nga ta qytetarë që nuk pranojnë shpim. A pra? Jam qytetar, do më thënë, kur i thua vetës qytetar, kur shdo parti politike, zgjidhë ata që do ti. Si deshën e futbolit, ke një skuadrën të ndë, atë do votosh. Si tha, jep të t'jap. Po jo, në këtë farfe, marrësh 50.000 lekë për dhe votën, ti degradosh vetë ti. Jo e që ti e plekun, a i po, sa i ka hyrë kësaj pune. Po ti si e vullë vetë, se ka që e ka pa njësur për 50.000 lekë. Po pra. Dhe është turpi i mathë, po ka të tjerë që i mungon dhe digniteti qytetarë. Ka të tjerë që janë të friksuar nga jeta.
Ka të tjerë që nuk shohin zgjidhje. Po ky po bën intervistë me këtë tani? Po pra zgjidhje, nuk shohin zgjidhje, thot. O Soni, po pyet një tjetër Soni. Nga hiqja me mirë birshja, thot Lapi. Po pikërisht se ai stan ka të bërmet, jemi këtu ku jemi. Ndaj duhet ta prishin atë lloj stani, s'duhet të afrohen votës për lek. Vota është për një ndryshim për më mirë nesër, sepse duke u shitur ti dëmton shoqërinë. Po janë këto patronazhistë që janë të tmerrshëm. Der vin. Si bë pikë për shtypje. Ju ka trokitur kush për shkakun? Po, kanë ardhur. Kanë ardhur patronat. Top Partisë Socialiste. Unë i tregoj vendin atyre. Ai do pushteti me zor bollë mbajti 12 vjet çka kërkon ai çka bëri ai punë. Ku ka? Ai s'ka trem, ai s'ka teatr, ai s'ka ujë 24 orë. Çka ka bërë ai këto vite? Çka ka bërë? Ta dim ne çka ka bërë. Të ndërgjegjësohet ky popull më. Ç'është ky popull kështu dele më? Ngriu më popull, ngriu. Jo, thot, do t'ja japësh Saliu, ti po s'më intereson mu Saliu, mu më intereson kush më rregullon mirëqenien edhe kush rregulloi vendin, i ka lënë pensionistët si lypsa rrugësh më. Mos më kanë dhënë gjë. Nuk ju kanë dhënë gjë. Jo. Po pse do pranoni ti? Çfarë do bëni? Po thesa parash, apo do thesa parash të mjella apo? Një thes me para. Një thes me para. S'ke çdo millën se po pati thes me para, ke mjellin brenda. Mjelli maro. Pare. Duhet normali ju tash që të shisni votën. Pare. Parja. A ka pare? Ti ke egrë për pare ti. O Gjefri, Nisa nga kjo dakord. Mos val këta të tre, edhe Mondi, edhe Lindita, edhe Klodi, më thonë mua, po do t'japin votën dhe nga mbrapa më shkusin rrotën, ma dredhin. Dhe më thonë, hajde ti themi këshu këti dhe pastaj votojnë si të duan. Dhe ti marin ato? Se qa garancie ka? Po, s'ka garancie. O sa të pa best që jeni. Vetëm po ti kyqesh brenda, mos dalin të votojnë. Ku? Do t'i kyqën? Kyqën zyrat bosh janë. Mondi, në datën 11 maj, do të sjell ushqim që më zaba, do të kyç brenda, e kur t'i nxjerr? Pas votimeve. Mbyllen kutit në orën. Mos votojnë fare, më mirë. Pa, ja u dhe karta të jesh i sigur se dalin dhe nga penxerja, për partina ju idhet nga gati të Po ti të mbarë karta të më bëjqa duan, le të vazhdojnë. Mondi, karta të 3 mua edhe pasaj vazhdojnë shikoni hallin. Po, seriozisht e kam. Po, mos më tut kokën aty dhe mos qesh shkodran që i thonë ndryshe. Thesmil, tur. E more vesh o Lindita. Kartën e identitetit, këtu të reali dhe po tregoj unë juve. Pastaj prapa shpine se qa mund të bëni. Manipulator. Fushata vazhdojnë. Vetëm për para. Vetëm për para. Vetëm për para. Nga unë dhe vazhdo. Nga unë dhe goni një mbremje të bukur. Mos harrojmë. Champions Liga. Qarë ndeshje të i dorë. Për mua ndeshje e rëndësishme Aston Villa me Paris Saint-Germain. Ndeshje e parë 3-1 Paris Saint-Germain. 2-1 dhe shkon në shtesë. Kush do lek? Kush nuk do, bere një 2-1 nuk shkon në shtesë, 2-0 shkon në shtesë. Si është? Ditëm ledhe 7-7-22. 3-1 ndeshja në Paris. 2-1 fiton Aston Villa, ta quajmë. Dhe shkon në shtesë, pa ma mblidhë qikore si të delë. Po 3-3, o. Ska gol në fushë. Ua, si 3-3. 313, 3-3. Po 2-0 dalin 3-3, ore, Gjepi. Po jo, se 2-1 i bje që bëndë i gol. Po s'ka 2-1, unë e shtova vetë të nga të. Natën mirë, natën. Bullavik e vazhdojnë, shoku Lullit.